Debati i ashpër mes Hygerta Sakos dhe Labit, tensioni shpërthen në mes të shtëpisë, në shtëpinë e Big Brotherit atmosfera ishte e qetë vetëm për disa minuta. Derisa shpërtheu një nga debatet më të forta mes Hygerta Sakos dhe Labit, që prej ditës së parë mes tyre ndiej një lloj rivaliteti i fshehtë, por sot gjithçka mori formë të hapur, përballë syve të gjithë banorëve. Hygerta po qëndronte në kuzhinë duke biseduar me disa banorë, ndërsa Labi hyri me fytyrë të ngrysur, sikur diçka e kishte irrituar prej kohësh. Ai e shikoi drejtë në sy Hygertën dhe papritur shpërtheu, "Hygerta, boll me këto komentet e tua. Të gjithë kohën po përmend futbollistë dhe thashë theme. Po pse merresh gjithë ditën me ta? Ç'pun ke ti, çfarë bëj unë?" Banorët ngrinë. Askush nuk e priste që Labi do ta thoshte me kaq ton të lartë. Por Hygerta, e njohur për karakterin e fortë, nuk u tërhoq. Ajo mori frym thellë, i shkoi pranë dhe ju përgjigj me qartësi, "Mos ma ngrit zërin, Labi. Nuk kam pse të jap ty llogari. Po nëse do të flasim për punët e njerëzve, ti je i fundit që mund të më gjykosh." Labi u afrua edhe më shumë, duke tundur dorën në ajër, "Unë po flas për mënyrën si sillesh. Ti s'ke punë me jetën time private." Hygerta qeshi me ironi dhe e ngriti nivelin e debatit, "Ah po? Po ti, Labi, je ai që del në përkëngë dasmash. Këndon gjithë natën dhe merresh me çdo gjë që të sjell pak vëmendje. Ke halle me mua, por vetë s'di as këdo këndosh, as këdo mbash në qendër të vëmendjes. Pse s'tregon që nëpër dasma je gjithmonë duke bërë shoqëri me çdo dasmor që të duket interesant?" Kjo e goditi Labin, i cili ngriti vetullat dhe u përpoq të mos humbiste kontrollin. "Ti po shpif tani. Unë punoj me ndershmëri. Jam artist, këndoj në dasma dhe s'kam pse të turpërohem. Kjo është puna ime." Hygerta nuk u ndal, "Puna jote s'ka asgjë të keqe. Po mos më akuzo mua për gjëra që i ke në oborin tënd. Unë kam karrierën time, jetën time, dhe nuk merrem me askën. Thjesht nuk pranoj që ti të më vësh gë."